e jo njeni, e unë një. Njerës që vllaut apo axhës apo ati tjetrit ja ka dhonë edhe ata që nuk e meriton. Këti Zoti ja ka dhonë familjen, ja ka dhonë rahatin, ja ka dhonë lumturin, sikur që ja ka dhonë e nuk është duke i mungu edhe pasuria. Kur vllau vret vllaun, si është e mundur që një gjak shqiptari, muslimani, të ngrej dorë ndaj vllaut, t'ja merr jetën vllaut. Kjo është munges edukimi, formimi mës pari në familje. Dashurit e mi, nësa atë pjesë të tokës, të shtëpijës, është duke marrë vllau, po është duke marrë vllau që është pjesë e gjakut, e besimit e identitetit, atë që ma ka bo nana, baba, që ma ka eduku nana, baba, toka ime, pasunia ime, nuk është duke humbën, duke u tjetërsu, është duke shku të vllau, të fëmijët e vëllezërve të mi, të lorza ime është duke shkuën ajo pasuni. Mendoni pak më thellë, dashurit e mi, mos tregoni muskuj ndaj vëllezërve, ndaj familjarëve, ndaj të afërmëve. Trimnia më e madhe është, a pak po duket, merr edhe këtë pjesë. I madhe Zot ka më ta kompenzu me më të mirën, e jo njeni, e unë një. Njerës që vllaut apo axhës apo ati tjetrit ja ka dhonë edhe ata që nuk e meriton. Këti Zoti ja ka dhonë familjen, ja ka dhonë rahatin, ja ka dhonë lumturin, sikur që ja ka dhonë e nuk është duke i mungu edhe pasuria.